Gjek, unë e kësha fillu pe jonë së të majtë. Nuk mendoj që do të kenë ndryshimet më dha së pari në këto zgjedhje, nuk ka ndodhur asgjë. Mendoj që kogja determinues do të jetë kjo javë çështja e menaxhimit fajt për dështimin e procesit, por nuk besoj që lëvizjat vetëvendosje do të bjenë nën 51%. Sa i përket Partisë Demokratike, vërtet pajtona që e ka një pozitë shumë specifike dhe Partia Demokratike ka një elektorat stabil, i cili nuk është lëviz shumë, edhe mendoj që aktgjykimi në Hag, pa marrë parasysh çfarë do të jetë, shpresojmë që të jetë lirues, po do ta mobilizoj sentimentin UÇK. Kështu që mendoj që për PDK-n veç më mirë mundet me dalë. Për çka nuk mendoj që do të jetë njëjtë me Lidhjen Demokratike. Unë edhe nëse vjen faktori vjos në Lidhjen Demokratike, nëse e shoh prej asaj perspektive, nuk besoj që do të ketë ndryshim të madh. Nuk shoh që Vjosa Osmani sot me Lumir Abdigjiku mundën me kriju sinergji pozitive. Sinergji, nuk krijojnë. Nuk besoj, nuk shoh kauz përbash tyre, plus janë antagonizmat më dha brenda LDK-s edhe ndaj zonjës Osmani, edhe për shkak të kaluarës së saj politike, derisa te zoti Haradinaj te Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, përkundër që zoti Nxhini e çmoi shumë si politikan, mendoj që do ta ketë vështirë arritjen e pragut.